Sa po përfundua me sukses një nga operacionet më të rëndësishme të policisë së shtetit shqiptar, kapjen e autorit të vrasjes barbare të 2 turistëve çek para 2 ditësh. Gjej rastin të falenderoj pamas të gjithë banorët e zonës së Grudës së Re, të cilët na erdhën në ndihmë dhe na krijuan që të gjitha kushtet e nevojshme për kapjen e tij dhe izolimin në kohë rekord. Gjithashtu gjej rastin të falenderoj edhe të gjithë efektivat e policisë, të cilët kanë gati 48 orë pa pushuar, duke filluar nga vendi i ngjarjes, duke krijuar gjithë zonën e Dukagjinit, zonën e Grudës dhe gjithë Shkodrës, ku ne kemi disponuar informacionet për autorin. Është një ngjarje shumë e rëndë nëpërmjet të cilës unë gjej rastin të përcjell dhe ngushëllimet e mia dhe për familjarët e 2 viktimave, po gjithashtu dua të siguroj që të gjithë shtetasit shqiptar dhe të huaj që bën pjesë e guidave ose e lëvizjes në Shqipëri, se ata do të jenë më së sigurt ta shëtutje, pse jo dhe duke na bërë më të përgjegjshëm për të kontrolluar dhe për të vënë në dispozicion çdo shërbim. Gjithashtu jemi duke analizuar në mënyrë të detajuar edhe arsyet pse ky kriminal i lindur gjendet jashtë pas një përsëritje të një krimi kaq makabër, pasi ka qenë dhe më parë i dënuar për vrasje për tentativë vjedhje me pasojë vrasje në një fëmije. Zë drejtor, ka bashkëpunëtor mjaft saj mbas hetimeve? Kjo është vetëm faza e parë, jemi duke hetuar çdo lidhje të ngushtë të tij, ashtu sikurse jemi duke hetuar dhe vënë para përgjegjësisë penale të gjithë personat që janë bërë pjesë e mbështetjes ose bashkëpunimit dhe ka krijuar kushtet e mjaftueshme për të realizuar krimin ose edhe për ta fshehur atë gjatë kësaj